Vizita e papritur e kryebashkiakut të New Yorkut Eric Adams në Shqipëri ka ngritur pikpyetje të mëdha jo vetëm në mediat shqiptare, por edhe në shtypin ndërkombëtar. New York Post, New York Times, The Independent, NBC News i kanë kushtuar shumë vëmendje udhëtimit të tij. Një udhëtim i paralajmëruar në mënyrë të beftë, i financuar pjesërisht nga qeveria shqiptare dhe i shoqëruar me mesazhe të mjegullta për turizëm dhe ekonomi, ka ndezur spekulime për qëllimet reale të këtij misioni ballkanik. Eric Adams, një figurë kontestuar në politikën amerikane, njoftoi vetëm pak ditë më parë se nuk do të garoj për një mandat të dytë si kryebashkiak i metropolit më të madh të Amerikës dhe në vend që të fokusohej në dorëzimin e pushtetit apo përgatitjen e një karriere të re në SBA, ai vendosi të ngjitet në avion për një udhëtim në një nga vendet më të vogla të Ballkanit, Shqipërinë. Sipas gazetës britanike The Independent, Adams ka deklaruar se udhëtimi është striktisht për interesat të qytetit të New Yorkut, për të forcuar lidhjet ekonomike dhe për të promovuar turizmin. Ai pritet të takojë kryeministrin shqiptar, përfaqësues të biznesit dhe teknologjisë, të vizitojë fabrika dhe të diskutoj mundësi investimi, por pavarësisht këtij versioni zyrtar, shumë shka rreth kësaj vizite nuk përputhet me protokollet standarde të një kryebashkiaku amerikan. Adams që më parë ishte përballur me akuza federale për marrje rishfeti dhe nga qeveria e Turqisë përmes udhëtimeve luksoze të sponsorizuara, është sot subjekti një vëmendjeje të re, jo më për korrupsionin brenda SBA-s, por për lëvizjet e tij në arenën ndërkombëtare. Edhe pse akuzat ndaj tij u hodhën poshtë gjatë administratës Trump, shumë analistë kanë parë këtë si një marrëveshje politike në përpasken, një shkëmbim favoresh për mbështetje në temat e migracionit dhe rregullave të brendshme. Në këtë sfond, vizita e tij në Shqipëri nuk është thjesht një turizëm institucional, është një lëvizje që vjen në moment kritik. SBA nuk ka ende një ambasador të emëruar në Tiranë, ndërsa disa raportime nga New York Post përmendin biseda të mundshme mes ekipit të Trump dhe Adams për një rol diplomatik të mundshëm në rajon. Sipas këtyre zërave, Trump mund të ketë propozuar emërimin e Adams në një post ndërkombëtar, nëse ai do të tërhiqej nga gara për Bashkinë e New Yorkut, gjë që Adams realisht e bëri. Një tjetër detaj intrigues është fakti që qëndrimi i tij në Shqipëri është mbuluar pjesërisht nga qeveria shqiptare. Sipas burimeve të huaja, ndërsa udhëtimi ajror është paguar nga qyteti i New Yorkut, akomodimi dhe transporti toksor janë sponsorizuar nga Tirana zyrtare. Kjo është një precedent delikat. Një politikan amerikan që merr mbështetje financiare për një vizitë private institucionale nga një qeveri e huaj, ndërkohë që nuk përfaqëson asnjë institucion federal amerikan në mënyrë zyrtare. Kjo lloj afërsie mes një politikani problematik nga SBA-ja dhe një qeverie ballkanike që ka nevojë për lidhje në Washington, ngre dyshime të natyrshme për ndikim të ndërsjell, favore të fshehta apo projekte të padeklaruara. Për më tepër që nuk është hera e parë që Shqipëria përfshihet në skandalet me figura të larta të SBA-s. Rasti më famkeq mbetet ai Charles McGonigal, ish agentit të FBI-s, që u arrestua për lidhje të fshehta me biznesmen dhe politikan në Shqipëri. McGonigal përdori statusin dhe ndikimin e tij për të ndërhyrë në çështjet e brendshme shqiptare, duke përfituar në mënyrë të dyshimt nga marrëdhëniet e tij me autoritetet vendase. Rasti i Adams, ndonse me kontekst tjetër, vjen me nuanca të ngjashme, një figurë amerikane me precedent që ndërton marrëdhënie të afërta me qeverinë shqiptare në kushte jo të qarta. Por pyetja që mbetet pa përgjigje është: pse tani? Pse në këtë moment kritik, kur Adams është jashtë gare, i lirë nga detyrimet publike dhe i përballur me të kaluarën e tij të trazuar, zgjedh të vizitojë Shqipërinë, një vend që prej kohësh është kthyer në epicentër të interesave të ndërlikuara amerikane në Ballkan?